Ish-presidenti i Kosovës Begjet Pacolli ka folur për zhvillimet e fundit politike në Kosovë, duke shprehur zhgënjim të thellë për mënyrën se si po funksionon skena politike. Ai ka thënë se po e vëzhgon situatën nga periferia dhe në mënyrë neutrale, duke u fokusuar vetëm në interesin e qytetarëve dhe të shtetit. Pacolli, i cili në të kaluarën ka shërbyer dhe si ish shef i diplomacisë dhe ish zëvendës kryeministër i Kosovës, deklaroi se zhvillimet politike po bëhen kryesisht për interesa partijake, klanore, familjare dhe personale, dhe fatkeqësisht shpesh vetëm në dëm të qytetarëve. Jam tepër i zhgënjur sepse e kam kuptuar dhe po e shoh qartë se zhvillimet politike po bëhen kryesisht për interesa partijake, klanore, familjare dhe personale, fatkeqësisht shpesh në dëm të qytetarëve të Kosovës, imazhit të saj dhe zhvillimit ekonomik të vendit, tha Pacolli, duke shtuar se qytetarët tashmë mund ta kuptojnë pse sipas tij nuk arriti të realizojë synimet e veta politike.